Këngëtarja Leonora Jakupi ka pasur një prej momenteve më të forta emocionale të këtij sezoni të Big Brother VIP Kosova, teksa gjatë prahimet nuk ka mundur t'i mbajë lotët. Një moment i ndjerë që e preku publikun dhe banorët njësoj. Si opinioniste ajo rrëfeu se përpara spektaklit kishte lexuar me vëmendje lajmet dhe komentet në media për historinë e vështirë të jetës së konkurrentes Eliona Binakaj. Ajo tha se informacionet që qarkullonin rreth së kaluarës së Elionës e tronditën thellë, duke e bërë të ndjente një dhimbje të madhe personale. E mora telefonin dhe lexova lajmet në mediat tona. Hyna me hulumtu për jetën e Elionës. Vërtet ato që shkruheshin për të, mua ma than shpirtin. Përveç dhimbjes që ka, sepse nëna është e shenjtë, ajo që shkruhej në media për humbjen e saj, ku ka shku, ku ka qenë, për mua ka qenë shokuese, tha ajo me slotëve. E prekur thellë nga historia personale e banorës, Leonora përdori këtë moment për të dërguar një mesazh të qartë të fuqishëm për të gjitha familjet që po kalojnë divorc ose konflikt. Le të jetë ky Big Brother një mësim për të gjitha ato nëna e baballar që kalojnë në divorce. Apeloj që për hir të fëmijut bëni gjithçka, theksoi ajo. Teksa komentonte historinë e Elionës, Leonora u ndal dhe me zërin që i dridhej tha: "Për njerëzit që më njohin, e din historinë time. E din që është shumë e rëndë. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja."